Armand, përshëndetje. Si më kalove sot ke workshopi editor? Ky ishte workshopi më emocionues që kam qenë ndonjëherë. Mësova rreth panajit online, si të krijoj një biznes aty marketingu. Gjetëm një emër marketingu shumë kreativ. Bëm disa paketa bazë të një agjencie marketingu që çdo agjenci duhet të ketë. Ne bëmë editimin e fotove, bëmë editimin e logos, ne gjetëm fjalë të kyçe për agjencinë tonë, se si njerëzit mund ta aksesojnë më lehtë. Bëm një website me një SEO shumë të veçantë. Çfarë kishte të veçantë ky workshop? Vjen nga workshopet e tjera që ti ke parë apo ke dëgjuar? Mentorimi 1 me 1 është më e lehtë që të mentorosh 1 me 1 nga një person që të thotë eksaktësisht se çfarë duhet bësh, por që edhe të lënë ndonjë moment pauzë që të mendosh edhe për vetes se cili është zgjidhja e problemit. Një gjë tjetër që mund të them ishte një kohë e qetë dhe produktive. Për çka mund të hyjë në punë të rinjve kjo? A do t'ia sugjeroje për shembull dikujt këtë program? Çdo kush do të ketë mundësinë që të hapi biznesin e vet, që të mund reklamojë biznese të tjera, marrë para ose rrog pasiv, dhe çdo kush do të ketë aftësi bazike për editimin e videove, fotove. Ç'të shtyu që të bësh pjesë e këtij programi? Unë jam një person që provon shumë gjëra të reja, sidomos kur janë falas. Në momentin që pas reklamën tuaj, unë aplikova, pasi edhe e kam njohur në një trajnim më përpara dhe mendova se ta provoj një herë këtë mundësi dhe ta çoj deri në fund. Sa shpejt mendon se mund të kesh sukses me këtë program me kaq sa ke dëgjuar deri tani, sa ke mësuar deri tani? Unë mendoj se mund të kem sukses për 1 muaj, nëse jam shumë punëtor, kam aftësi bazike, mund të them që edhe për të bazikës, mësoj shpejt dhe mendoj që programi të jep gjithë ato që duhet për të filluar dhe për të marrë të ardhmen. Mendon se je personi i duhur të bëj një sipërmarrës online? Besoj se jam, sepse unë kam aftësi leadershipi, kam aftësi që jam shumë i përqendruar, sepse unë kam qejf të merrem me njerëzit. Komunikim me njerëzit po. Po, A të pëlqen të komunikosh apo të ndihmosh? unë kam qejf të ndihmoj, të marr kohën time dhe të zbuloj më shumë gjëra për ta, kur edhe ata mundohen të mësojnë ndonjë gjë për vete. Si mendon, suksesi a varet nga suksesi i të tjerëve në këtë kompani apo nga puna e të tjerëve? Kjo varet nga suksesi i të tjerëve, sepse nëse ato do hapin një agjenci me anë të mësimeve që unë i kam dhënë, është një frut që i jepet edhe mua. Çfarë do të sugjeroje të rinjve për këtë program që ne kemi nisur? Ne sugjeroj të merrni pjesë në këtë program, ta provoni pse jo, dhe që edhe pse do mund edhe punë, nuk ka risk falimentimi, kështu që do të sugjeroj të gjithëve. Shihemi në një kreditor. Urime. Faleminderit, shifemi.